أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ومولانا والرسول Falenderojmë Allahun e plot fuqishëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë të bekuar. Na bof Zoti dhe neve prej tyre, amin, ejmain, salihin, siddiqin, ulaika rafika. Edhe kjo ditë e xhumë po vjen me mirësitë e saj, me këto rreze të bukura të diellit që Allahu në Kur'an u betu në diellin dhe tha wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha, u betu në diellin që është dielli që rrezon mbar dunjan, por që aludon edhe në diellin e Muhammedit alayhis salam, që ishte i dërguar i Zotit, që erdhi për ta ndriçuar dunjan me fjalën e Allahit xhalla shanuhu. E ky Resulullah që ishte Sirajan Munira, që ishte pishtari ndriçues, erdhi për të komunikuar lajmin e mirë, fjalën e mirë. Allahu xhalla shanuhu në lidhje me surën do thot Xuma, edhe me ditën e Xuma, pra na tregon në këtë sure thot Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fasawu ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. O ju të cilët keni besuar, kur të thirr namazi i xhumas, pra për ditën e xhumë, thot që të bohemi në xhamit, në shtëpitë e Allahit Bejtullah, për ta madhëruar Allahun e plot fuqishëm dhe për ta falenderuar Allahun e madhërisëm për të mirat që na i ka dhënë. Dhe kjo është një ftesë, dhe thot largohuni nga tregtia dhe nga çdo gjë në ato kohë që vjen koha për të fal pra namazin e xumos. Lihet çdo gjë, çdo tregti, çdo gjë pra lihet dhe i drejtohesh adhurimit të Allahit në shenjë falënderimi që Allahu t'i ka dhënë gjitha këto të mira, dhe i thua Allahut Elhamdulillah ya Rabbal Alamin ala kulli hal wa ala kulli makan wa ala kulli zaman. E falënderon Allahun për çdo gjendje dhe në çdo vend dhe në çdo kohë për mirësitë dhe begatit që t'i ka dhënë. Dita e Xuma në këtë Ramazan na erdhi e Xhumoja, pra siç po shihet edhe Xhumoja e fundit e këtij muaji të begatshëm të Ramazanit, na erdhi disi më ndryshe, larg shtëpive të Allahut, larg përmendjes në shtëpitë të Allahut, por elhamdulillah që besimtari e ka xhamin në shpirtin dhe në zemrën e tij, dhe mundemi kudo në shtëpitë tona ta përmendim Allahun, ta bëjmë namazin, të falemi, të lutemi dhe të jemi mirënjohës krijuesit për të mirat që na i ka dhënë. Dita e Xuma është ditë e begatshme. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë që dita e Xuma është festë për besimtarin. Pra besimtari çdo Xuma ka festë. Dhe dihet se ditën e Xuma ka dhe shumë hadithe, transmetime se do ndodhi dhe pra kiameti. Atë Zoti e din mas mirti, sigurisht, por kjo ditë është ditë e bekuar. Në këtë ditë është mirë të lahemi, të pastrohemi, të marrim gusul, të rrim me avdes, të parfumosemi, të veshim rrobat më të bukura, teshat më të mira që posedojmë, të përmendim Allahun. Çka kisha shtu që ditën e Xuma është mirë të bëhet,
është të lexohet surja El-Kehf. Ashabul Kehfi war-Rakimi kanu min ayatina ajaba. Pra, pej alameteve, pej shenjave tona është edhe, do të thonë, thot edhe Ashabul Kehfi, banorët e shpellës, pra. Është mirë që surja Kehf kur lexohet xumon, pra ditën e xumon, sepse pejgamberi selam ka thonë, ai që lexon surën El-Kehf ditën e xumon, do i bëhet dritë deri në xumon tjetër, pra. Tek deri në xumon tjetër do t'i bëhet nur ai që e lexon surën El-Kehf. Alhamdulillahi alladhi, pra falënderimi i takon atij. Anzala minas samai ma'an, i cili zbriti nga qielli, pra shiun, ujin. Dhe na dha gjitha këto të mira dhe begati. Kjo është pra se është prej mirësive dhe begative të Allahu te bareke ve teala, që Allahu te bareke ve teala na i ka dhënë gjitha këto të mira dhe mirësi për ta falendëruar dhe për ta madhruar krijuesin që na i dha gjitha këto të mira dhe begati dhe mirësi. E kjo prej mirësive dhe alameteve të Allahut është edhe dita e xumon. Në ditën e xumon, pra, përveç këtyre pikave që i përmendëm, është mirë edhe të lutemi. Lutja është truri i ibadetit, është mirësi. Kur lutësi i lutet Allahu xhaleshanuhu, Allahu ja pranon duat, nuk e kthen dur thot për lutësin. Për shembull, Allahu thot në Kur'an, "Ud'uni fastajib lakum", lutmuni mua, unë ju përgjigjna. Pra, ne kur i lutemi Allahu te bareke ve teala, ai nuk na kthen lutjet mbrapa. Kjo është për mirësive. Andaj vëllezër, e ku ka mirësi më të madhe se sa mu lut këto 10 ditë fundit të Ramazanit, në një ditë të bekuar që është dita e xumon, e ku ka më mirë me bën sadaka në këtë ditë xumoje, me bën bamirësi e punë të mira, në këtë ditë xumoje, në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Do me thonë e mira në të mirë, në të mirë brenda së mirës. Andaj, kush e kupton këtë rëndësi, do t'i kisha thonë këto 10 këshilla për këtë ditë xumoje, këto 10 ditë fundit të Ramazanit, janë këshilla shumë të mira që është mirë t'i veprojmë. Në ne të folim namaz nafile. Nafile është namaz vullnetar. Nuk është të bregueshëm, por është plus, është bonus, është fitim sevapit. 1. Në 2 të bimi istighfar sa më shpesh, të themi astaghfirullah, o Allah na falni. Pastaj të bëjmë edhe duan e Aishës radiallahu anha, o Allah ti e falë se do në falin, na falni. Në 3, të bëjmë sadaka, të ushqim të varfrin, jetimin, studentin, talebul ilm, ato pra studentin që merr dituri, atë dain, thirrsin rrugën e Allahut, ta supportojmë dhe t'ju ndihmojmë thirrseve në rrugën e Zotit që ata ta kenë më të lehtë misionin e tyre në përhapjen e Islamit, në përhapjen e fjalës së mirë. Sepse nëse ju i ndihmoni këta hoxhallar, këta dietar, këta davetxhi që punojnë ditën e natën për përhapjen e fjalës Allahu xhaleshanuhu, Allahu ka më ndihmu juve, sepse ata janë misionarët e paqes, ata janë thirrësit e vërtet ditën dhe natën thrasin për t'i udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë, për t'i larguar fëmijët e tanë nga droga, prostitucioni, alkoholi, narkomania, shturja, shkeljet deviante dhe gjërat e dëmshme për njeriu dhe haramet e ndryshme. Andaj thirrësit që thrasin në rrugën e Allahut, ata duhet ndihmuar me të gjitha potencialet e mundshme. Sepse nëse ndihmojmë thirrësit në fjalën e Allahut, ne kemi ndihmuar Allahun e Allahu do të na ndihmojë ne dhe do të na jap shëndet dhe mirësi e begati në këtë botë dhe në botën tjetër dhe do na shpërblej me xhennet. Në 4 është e preferueshme largimi ndonjë pengese nga rruga. Për shembull, shohim ndonjë mbeturi, ndonjë thellë, ndonjë diçka për shembull që e pengon kalimtarët e rrugës ose mjetet e transportit ose automjetet e ndryshme, e largojmë pengesën nga rruga. Nën 4, nën 5
është mirë, do thot që t'i thrasim familjarët, njerëzit tanë, t'i thrasim në telefon, t'i përshëndesim ata, t'i pyesim a janë mirë me shëndet, si qëndrojnë me shëndet, të lutemi për ta, thash, për familjarët, për rrethin e ngushtë të larg, për prindrit tanë të lutemi. Pra, kurse ai që si ka prindrit të lutet që Allahu t'i bëj pej banorëve xhenetit dhe t'u lehtësoj. Në ngjashtë, përveç pra prindërve është mirë që kënojnë ndonjë jasin, ndonjë hatme, ndonjë lutje ta bëj për prindrit, që Allahu xhaleshanuhu t'i mëshiroj, sepse ne jemi sadakatul xherje e prindërve tanë. Do të thonë ne nëse bëjmë punë të mira, sadaka u shkon edhe prindërve tanë, sepse është hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam që thotë edhe evladi që është i dobishëm dhe në rrugt të Allahut që e lën prindi, është shpërblim dhe është begati pi Allahut. Pastaj në ngjashtë në mesazhin e xumos, pra siç e thash është të përfuzuar që është mirë të lexohet surja El-Kehf nga Kurani famlar, dhe nën 7 është mirë, do thotë të shtojmë hamd, falënderimin, të themi shpesh elhamdulillah për të mira që Allahu xhaleshanuhu na i dha. Nën 8 është e preferueshme, do të thonë siç thamë edhe higjiena, pastërtia, qoftë shpirtërore, qoftë trupore, qoftë mendore e kështu me radhë. Nën 8, po ashtu edhe 9, është mirë, do të thotë që kuptohet të agjerojmë, të përmbahemi fjalëve, do më thonë të kemi kujdes me fjalorin. 9 dhe 10 po ashtu është mirë, quhet itikafi, do më thonë 10 ditën e fundit pejgamberi alayhis salam është mbyll dhe është futur brenda për ta kuptuar kozmosin, për ta kuptuar realitetin e këtij krijimi që Allah xhaleshanuhu pse e ka kriju njeriu. Për shembull, qëllimi i krijimit të njeriu. Dhe ka meditu, sepse meditimi është adhurim. Allahu në shumë ajete të Kuranit na fton me mendu, na fton me shiku, na fton me meditu dhe me analizu rreth krijimtarisë së Allahut te bareke ve teala dhe me qenë pej krijesave falënderuese ndaj krijuesit te bareke ve teala amma yushrikun wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an, dhe adhuroni Zotin dhe mos i shoqëroni atij ortak ose shok, sepse ai as ka lindur kënd, as nuk është i lindur dhe atij askush nuk i është i barabartë. Lem yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë s'është si ai është dëgjuesi, ai është shikuesi, andaj ja Allah, që ti e dëgjues dhe ti e shikues, po të lutemi ty në këtë ditë xumoje. Ja Allah, na largon nga trupi dhe mendja dhe çdo gjë, çdo smundje, çdo të keqe. O Allah, na ruaj nga magjia, nga sihri. O Allah, na ruaj nga fatkeqësitë. O Allah, na ruaj nga çdo smundje që vjen prej tokës dhe prej qiellit dhe shkakon ndërmjet tyne. O Allah, na uzon ne, na fal ne dhe prindërit tanë dhe familjarët tanë dhe farafisin tonë dhe shtetin tonë dhe vendin tonë dhe popullin tonë, udhëzoj në rrugën e drejtë. O Allah, na mbron ne, na uzon ne, na begaton ne me të mirat e tua. O Allah, ti e fal nëse don faljen, na fal ne, na uzon ne. Ya Ghafur, ya Rahim, ya Karim, ya Fattah, ya Latif, ya Sudur, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Matin, ya Dhal Jalali wal Ikram, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. O ja akram al-akramin. O Allah, të falenderojmë për çdo të mirë që na ke dhënë, elhamdulillah ala kulli makan wa ala kulli zaman. O Allah i plotfuqishëm, udhëzoj popullin rrugën e drejtë, udhëzoj udhëheqësit tanë në rrugën e drejtë. Bëri ata pe besimtarëve që ti kenë frikë Zotit dhe ta duan Zotin dhe krijesat e Zotit. O Allah, na bën pe vepërmirëve, pe atyre që bëjnë punë të mira, që ti jesh i kënaqur me veprat tona. O Allah, ti e falë se dën falin, na fal ne, udhëzona ne, popullin ton, familjen ton, njerëzit ton. O Allah, na largo çdo smundje. O Allah, largoj çdo virus, smundje, bakterie prej popullit ton, prej shtetit ton, prej vendit ton. O Allah, mbroj mbar dynjan nga çdo fatkeqësi, qoftë prej tokës, qiellit, o ma bainahum dhe çka ka ndërmjet tyne.
O Allah na mbron nga sherri i shejtanit, sherri i insanit, sherri i krijesave gjallësave që ti ke kriju, dukshme të padukshme qofshin ato, që i shohim dhe nuk i shohim, që i njohim dhe nuk i njohim, që i dim dhe nuk i dim, i lartë je ti, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, nuk ka forca as fuqi më të madhe se fuqia jote o Allahu ynë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falenderojmë Zotin. Pra, dhe ky ishte mesazhi jon i radhës për këtë ditë të bekuar, ditën e Xhuma. Ju lë në mëshirën e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim.